Jemi rikthyer prapë në studio. Faleminderit shumë doktor Florim për këtë këngë dhe këto vargje të cilat i tha edhe në studio gjatë emisionit, që vargjet të cilat i ka shkruar gjithmonë kanë qenë vargjet të cilat kanë qenë dhimbjet e tij, përjetimet e tij, e të cilat i ka kthyer fillimisht në një letër të bardhë e pastaj në tinguj muzikor. Ndërkohë të doja të ndalesha shkurt tek portali Familja Jon. Gazetarët Krenare Hoti dhe Bubulina Peni i kanë dedikuar po ashtu gjatë ditës lajme, shkrime, mantelbardhëve të cilët kanë kontribuar gjatë luftës në Kosovë. Do të doja të nisja fillimisht me pak rreshta të shkrimit të Krenarës mes plagëve dhe shpresës, rrëfimi i doktor Ali Hoti për ushtrimin e profesionit gjatë kohës së luftës në Kosovë, një shkrim të cilin e gjeni në portalin Familja Jon dhe të cilin e gjeni në të gjitha rrjetet tona. Në ditët më të vështira të vendit tonë, kur lufta për liri nuk ishte më vetëm lajm, por realitet i përditshëm, zgjedhja për të ushtruar profesionin e mjekit nuk ishte thjesht detyrë, ishte thirrje e ndërgjegjes. Doktor Ali Hoti, mjek që dha kontribut të çmueshëm gjatë luftës së fundit në Kosovë, kujton këtë periudhë të vështirë dhe ndan me në rrëfimin e tij, duke na treguar motivin e tij për ta ushtruar profesionin, si dhe momentet më të rënda që kaloi. Rrëfimin e doktor Ali Hotit e gjeni në portalin Familja Jon. Do doja bashkë të kaloni në një lajm tjetër që po ashtu e gjeni në portalin Familja Jon, dedikuar mantelbardhëve që kanë kontribuar në kohën e luftës. Do e shohim edhe një titull të Krenare Hotis: në kohë lufte ajo solli jetë. Rrëfimi i Mami Sanie Desku për ndihmën e mbi 100 lindje gjatë luftës në Kosovë. Lufta e fundit në Kosovë ishte një nga periudhat më të rënda dhe më të dhimbshme për popullin, kohë frike, shpërnguljesh dhe pasigurie, ku çdo ditë silte rrezik dhe humbje. Megjithatë, edhe në mes të zjarrit dhe pasigurisë, jeta nuk u ndal. Mes maleve, fshatrave të boshatisura dhe kushteve të skajshme, kishte njerëz që zgjodhen të qëndrojnë në shërbim të jetës, duke mos u tërhequr përballë rrezikut për ndihmuar të tjerët. Është ky një shkrim tjetër të cilin e gjeni në portalin Familja Jon. Ndërkohë të doja të kalonim edhe në dy shkrime tjera që gazetarja Bubulina Peni ka përgatitur për lexuesit e Familja Jon. Fahredin Hoti, mjeku që kontriboi deri në frymën e fundit dhe humbi jetën pranë djalit të tij. Gjatë luftës së viteve 1998-1999 në Kosovë, e cila filloi me 28 shkurt të vitit 1998, pas sulmit të forcave serbe në fshatrat Likoshan dhe Qires të Drenicës, një rol të rëndësishëm dhan edhe mjekët dhe personeli shëndetësor. Përkundër rrethanave të luftës, ata vazhduan ushtrimin e profesionit, duke zbatuar parimet e betimit të Hipokratit dhe duke ofruar trajtim për cëmurët, të plagosurit dhe personat në nevojë. Këtë shkrim e gjeni në portalin Familja Jon dhe në Facebook, të cilën e falenderoj gazetaren Bubulina Peni. Do doja të kaloja edhe të një shkrim tjetër i cili është dedikuar festës së pavarësisë së Kosovës 17 shkurtit, duke i specifikuar një fokus të veçantë mantelbardhëve të cilat kontribuan gjatë luftës me punën e tyre, duke rrezikuar edhe jetën e tyre. Bubulina Peni na sjell një tjetër lajm me këtë dedikim: doktori që i dha jetë lirisë, kontributi i doktor Fahredin Hotit i dokumentuar përmes librave. Pavarësisht vështirësive të viteve të 90-ta në Kosovë, për Besnik Hotin mbeten të freskëta copëzat e kujtimeve me baban e tij, doktor Fahredin Hotin, të cilin e kishte ende pranë aso kohe. Raportet me babain e tij Besniku i kujton si shumë të afërta, kur përkundrejt volumit të madh të punëve, Besniku mban mend se doktor Fahredini gjithmonë gjente kohë për familjen. Një shkrim, një kujtim ku djali vet flet për babain e tij, doktorin e nderuar i cili humbi jetën fatkeqësisht. Të gjitha këto lajme në portalin Familja Jon janë 24/7 dhe mund t'i gjeni të gjitha të shpërndara edhe në rrjetet tjera sociale, sidomos në Facebook. Nga kjo studio me motive feste të ditës së pavarësisë së Kosovës, me motive emocionale e me mesazhe të shumta që na dhanë mjekët, me këto vargje të lajmeve të cilat i keni çdo herë në portalin Familja Jon, unë ju përshëndes dhe ju le ta kem të dielën e ardhshme. Ju vazhdoni me qëndru me televizionin Kanal 10 dhe me gjitha programet tona. Mirëmbëjtje dhe paqe, shëndet, urime, festa e ditës së pavarësisë së Kosovës, gëzofshi me shëndet, gëzofshi të bashkuar, gëzofshi duke plotësuar secilën ëndër e dëshirë tuaj, duke i parë fëmijët e të ardhmen në vendit tuaj lart e më lart, ashtu siç do dëshironte çdo prind.
Mirëmbëngjes, dashur miq.